Unë mendoj se ne një fakt që mi ju kundërvy të rrisë e këzonit pa. Unë mendoj se i lojtarë vendor, kur kam fillu sezonin me vllazimin, nuk janë kuajnë ata të fund sezonit. Do të thonë, ata janë rritë bashkë me ne kaj sezonin, edhe mendoj që na do të me mendu pak a shumë që zbën tash mi ngulfat kaj prodhimin vendor, se atëherë kena me shkaktu mas disa vjetëve një dëm matë masë sa që e kena tash. Na do të me mënu me punu, me jo pak hapësirën do që janë pak ma potencial, na shta me llogari që kena me jup 1 ose 2 vjetë në proces, po kena me prodhu diçka, se momentalisht një ma trego është pak i ngushtë dhe rrogat janë as pak të arsyeshme, me shka ofrohet, po na duhet tash mu ballafaqu me realitetin edhe 4+1 s'besoj që është zgjidhje. Unë mendoj që është zgjidhje pak a shumë me lyp përgjithësi ma shumë për lojtarëve vendor të cilët kërkojnë rroga, edhe ata mu mësu me përgjithësinë që kanë me jo. Definitivisht është një prej temave të cilat do ta prekim shumë atë për vitin e ardhshëm, edhe këtu janë shkollat e basketbollit edhe puna me kategori 3, tash nuk po du me që këtë se mesim edhe 2-3 orë. Jo, unë kisha pas që vesh 20 sekonda mu lidhën që ato që ta ideale. Lojtarët e ri, Trilon Hajrici, është bo kampion me 20 vjetë, edhe ka lujtë. 20 vjetë, 21 vjetë i ka pas, në 2012. Ka lujtë, ka qenë lojtari për kryesorëve në klub. Sot lojtarët e ri vendor duhen me kuptu që ai duhet me ushty me Michael Myers, e marë si shembull, që ka qenë lojtari ma korpulent. Ma masiv edhe ma... Sepse kur ja ka fillu Driloni me lujtë, ju ka dosht me ushty me Hashim Simons, për shembull, që Hashim Simons sot në Mitrovic halo përmenet. Nuk i ka thonë atina kërkush po ta ruaj venin nëse po ta bëj venin. Ka luftu edhe ka fitu venin. Lojtari mirë ka me luftë. Generatat e reja duhen me pas parasysh që nëse dojnë me fitu vend, duhen me luftu vëlla. Nuk bëhet veç po ta dhojmë, ka dhurat, kur gjë s'ka dhurat. Fakt, kur gjë nuk pik prej qiellit edhe definitivisht duhen me unë me punu edhe masej nëse i meritojnë ato pare që po i kërkojnë, atëherë edhe i kanë... Parja jetë në fund, agon, mas pare dush me bu venin për me lujt, dush me luftu. Nuk ka problem se vjen. Këtu, ti edhe unë pajtohemi. Në këte pajtohemi, mirë po gjanat ka ndryshu dhe mentaliteti ka ndryshu. Prandaj dhe na po qalojmë. Se në momentin kur lojtarët e ri e kuptojnë këto që ti po e thu, që mas pari duhet me jabu hizmetin, me u rritë si lojtar, edhe që vetë me rritjen edhe cilësin e kvalitetit të vetë si lojtar, i rritët edhe çmimi, ka ku. Po, këto duhen edhe trenerët edhe udhëheqësit e klubit, e që besa edhe familjartë, edhe prind, me eduku në këte frim, po kjo është një temë shumë delikate edhe shumë e rëndësishme për cilën definitivisht kemë me fol edicionin. Kënë me bo një asist në Ramazan dhe në syfir me shku. Më duke që dojmë i abo që është. Elvedin, të metëm borgjë edhe ty për fund me ty po e përmbyllim 4+1. Unë e menoj që hapësina është të jabë lojtarë vendor, këta do të me meritu, me jabë hakun edhe pare që jenë të i marë, po unë e menoj që shta vullneti që parja vjen, do të me punu, do të me larguat psikikën e pare, do të me marë psikikën e punës. Edhe për prend kësha thonë, ma mirë është prindi, mësë më bo trenera as agent, ma mirë me alion klubit, me besu dhe me punu. 4+1, ma mirë, po mdo këtë është pak heret kjo, po vetëm se e kësha alion si një tim të hapën, rezultate e kombëtarës Kosovës, tash a është mirë për 4+1 a për 3+2. Kështu që ka që shka ona jonë. Për kombëtarën e Kosovës, Dardan Berisha ka lujt, edhe kur ka lujt Prishtina me 5 lojtarë vendor. Ka lujt që ty, dhe ka pas lojtarë vendor, kur ka lujt në Champions League, Dardan Berisha ka lujt. Në dhe lojtari mirë ka me lujt. Unë e menoj kjo nuk është bashkëpytje për neve, kjo është pytje që du të mu analizu e detaju për shkak se dikujt i konvenon, dikujt nuk i konvenon. Po krahasona nëse lojna këto, do të me shiku tash pasyrën tonë reale që e kena në kombëtarët e Kosovës. Kena tregon ashta ajna të diskutu temën e drejt apo që kena të bo. Po nëse më pyetni mu, tash nëse këshojmë interesin, na ajna për 3+2 për shkak se kena fond letarëve që mujna me kontribu, mujna me zhvillu. Okej, tham shumë edhe nuk tham kur gjë sonte, kemi lënë shumë tema të hapme dhe kjo është mirë. Si thonë, e kemi magjistru, po i kemi lënë edhe diçka për asistin për vitin ardhshëm. Vullnet, a ki diçka